Mami, pse nuk hanë? Se di. Po më duket don me mlon krejt apetitje. Helbet mos po don me mbajt grevurie. Po ty që tu pas ka shtu apetiti, mashallah. Babën, bor ky haqët. Lap. Për ato atje hanë, besoj. Se Dibre na thanë që muj me fol në telefon, po hala s'është mu paraqit kërkush. Aj me mami se e lishojnë. Ku e din beti se e lëshojnë? Nuk kanë drejt të majnë më shumë se 24 saat. Sa është i disham. Pse disham? I dishuar është, nuk është i akuzam. Zëti madh, që është din mi për dredhë që dërigje, fjallë që ka qkeq, pirollat koftë, se di. S'pa ku si shkruj keq. O ma? Thash është i dishum, nuk është i akuzuar. Ma shumë e kanë marrë në pyetje. Po do në me thonë bised informative, ha? Që është të një sent? Ka dalë. Po pse i dyshum, a i vete pranoj fajnë, qysh i dyshum? Asë njëherë me më shkumenja se lullën një mon armë këtë banis. Kishe njëri librav. S'ka fej babi, nuk është revolja ti. Gjithë këtë ko kemi flejt me armë banis. Sët. Shqyqyr që se kom ditë. Ja, për atë ke fletë rahat. Qështo? Thash këni fletë rahat. E në derën qeli kemi mbajt. Derën se kemi mshirë se brava është e prishne, a i baba jot as një brav nuk është në gjendje me ndreq, po ktheu pak mbrapa, mduket se përmeni një farë revole, një farë. E kujt është ajo? Po e babit, të vetë thaj? Qysh vetë thash? Vesh sa e përmene që nuk është revolja e babit. E kujt është a? Ka diçka që din te unë e nuk di. Po ka. Se nuk e dish se do t'jeti akuzuar, po ta mbajnë ma shumë se 24 sahat. Të lutë na me mamin më zbahaj gari, se është shumë me rëndësi me dite kujt është ajo armë. Kush e ka prua atë armë? Shë dhe thuj sa është Xhoxhit flamur? E s'është. I gagjës është. Që, ta kalzova të vërtetën. Hajde të bo flamur. Hajti se, e di që peni këputët ati ku është ma hallë, veç e keqja këputët kur të rashët shumë. Hajtë se s'ka me të shkua më ty gjithë jetën. Po thash nuk është Axhës flamur. E hajtë bolë më mshile gojnë haq aty. Gaxha e ka haru kur ka arë ta kërkoje flamurin. Qysh harrot arma në shpit hujbe, trullan? Pse? Qysh pse? Ke nis me kryt e flamurit edhe ti me menu, si baba jot. Se zati fëmija shkon e ganë ku o mas prapi. Po revolën e... Mshile gojnë, haq aty. Gjeta... Thash mshile gojnë kinti. Zdu me tani as një fjallë. Ku e gjete? Do da jem. Qysh mëret e dhoma jote? O, zoti madh. Është normal mëraj, qka është të kujtu mëraj që është? Zoti madh, qysh mëre revolën dhomë tane, pa e disa njeri o vrat, tu luj që ashtu me revole. Duhet ta shkrepish me gisht, se ndryshe nuk të vret. Bab, qka po do me thonë ti me këto? Duhet ta shkrepish me gisht. Edhe ti babja ke nis me simbolika me fol. Apo, a? Sa idiote që jam sot. Do me thonë dikush pas ka gjujt me atë armë. Do me thonë këtu pas ka pas një dram tjetër para se me ardha a i far gaxha. Kush e boni këtë bet? Folni! Mas kujna ka gjujt Luani? Ti kujton se Luani ka gjujt, a? Po kush ka gjujt atëherë? Kallzoni kush ka gjujt? Edhe me të regu, s'mund të kuptoj sa është shumë nga trume. Po bon hajgare ti. O bab,
Qaj luani, burri jem, qaj djali, jo t'ka mu kal burgje pa pikën e fajt. Pse mu kal baj pa pikë të fajt në burg? Ne të shkon qaj që e ka bo që të bet, qaj ne të kalbët në burg. Shumë bukur e ke mendu, ha? Do të ndrojsh burin për djalin. Qysh? Që jeni të folë mëre kështu? Qysh ka jemi të folë? Po djali yt ka kriz drejt tavanit. Qysh ashtu? Po, mendova kurse me pluma qorë. Qysh mëre ashtu? Su deshta fugje dhe kisha hongër. Gjish, nuk e desh t'i kalësh mami se këm kanë të të vra. Pse, nuk deshe? Nuk e isha ndërmend krisi. Pse, tavanin kush është poj? Apo së kush janë në njëjtin moment krisit të poshtë? Jo. Mende nuk e kisha ndërmend ta shkrepi, po kur flamuri ma ngriti krahin, atëhere kom ngre komzën. Ndoshta. A je i sigurt këto? Jo. Nejse. Ne të ngell ashtu si kurse ti ke krisë. Se mos t'ja marri natin flamurit edhe ma shumë. S'pati faj aj. Ku e din taj se unë as dojsha të krejsi? Pa mirë tani, a dojshe, as dojshe? Dojsha, të trembja ma. Kujtova se është pishtol me pluma qorë. Do më thonë, e ke ngrej këmzën me vullnetin tënde, apo? Nise, a ka në një lajmë për babin? Që atë po presë, të shohë mos për e qesin lajme. Seriozisht, pret babit dalin lajme? E po pse jo? Sot gjdo kush po delin në lajme, as ke pa? Mos e ke ngatron televizin me portalet. Qëfar portalet, nuk i kam prek portat e televizionit. Kretë kanalet janë shumë mirë të punu. Portalet në internet, nejse. E pa nejse këqyra atje në internet mos e qesin babin. Gjish, a ke qenë ndë njëherë në burg? Po, kam qenë njëherë. Kur? Pse? Moti, kur kam qenë i ri. Për flamur? Jo. Për arsim? Jo, be. Demonstrata?
Jo, be, qfar? Ej, ju kujtoni se përpara është shkuar në burg vetëm për çështje patriotike, a? Shtu në keni mësu o gjish? Gabim. Kisha hyrë gabim, kurse në Greqi kisha hyrë në Shqipëri. Po nuk e pa e shenjën në kufi? Shenjën? Po qëfar shenja? Nuk kalesha unë ku ka shenja? Aha, e mora vesht. Gjish? Po, ajtë të rigon, si ishte në burg, si më intereson? Se ishte? E po, kështu, derisa të mbyllet dera e qilis, nuk e beson se po të futin brenda. Në momentin kur e dëgjon zhurmën e qelik të derës që mbyllet dhe hapat tingëlluese të rojtarit që largohet nga dal duke fishkluar, ti harron gjithçka. Gjithçka harron. Çka haron? Harron fjalët e buta të prindërve, harron shihen e bukës së ngrohur, harron ndriqimin e dritës, cicërimat e zogjve në mëngjes, butësinë e jastukët, të gjitha i harron. Si i haron? Ashtu thjesht i harron, sikurse asnjëherë nuk ka qenë real. Dhe të duket sikurse çdo herë ke jetuar brenda atyre 4 mureve të errta, 2 me 3. Dhe krejt gëzimet i harron në një çast. Aq keq pas ka qenë. Po, edhe kjo vetëm për një natë. Kaq më majtën. Po shkoj mi kallëzu tona të zezat. Edhe me nxirr Luanin për atje. Ej, po ty pas ka po mirë burgu. Shiko, i ndryshuar, i busqeshur, i qethur. E, po bush, si kur kam lind për zdyti. Edhe, a të thash, që të thash? Gonxhe, ti nuk gëzohesh që më kanë liru. Luan, kush liroj, Luan? Flamuri me gjitha lidhjet e veta që ka. A ti Flamur pas këtë njofshëm policia? Sa dush. A e pove ti tu bu më hajbet me najkon, masit pas ka liru ky me ato intervenimet e Po veta. jo, moj Gonxhe, jo. Nuk ka nevoj që shoh kërkant. Para me ndo pas gjitha saj torture psiqike që më ban, kur u shfaq Flamuri gjithë shka ndryshoj, si kur ishin njerës tjera. Po, pra. Kujt për ja kalzëm këto dalavere, mëre ti? Ej. Apo menon që budall dhajna? Ej. Nuk kanë drejt ma shumë se 24 orë me majt pa akuz, Flamur. Ku a budall për dokmin atyja? Ka dash bre? Qa tu me numër e ki që është? Apo menon që krejt vetë në gisht mërët me nasila? A je normal, mëre ti? Po prit me? Qysh prit? Ti ka marë, men ti ka marë, po unë hala men kryshi që është zoti ti koma, e normal ti? Në të shprehet, lerenet në shprehet, po as mirë se erdhe nuk i thash. E sulmoni sikur se t'jeni grabiqar. Ejtë, zoti. Unë, shka rrugu si bisedova shtruar e mirë di gjitha punët me Flamuri. Shka ke bisedu, mëre ti? Hej, më kofsha gjallë, unë e vetë kom e shku me dëshmu se tona që të zezat e dreqit që na ka ndodhë krejt për qëtina jonë. Po ka dalë? Për qëtina jonë. Heshni bese kuj shijet në ndajnë kitë pite vrima? Hajde, heshti. E qyre edhe sante me kjo smet ka mu kryq kjo punë. Ose une, ose ti që të banisë. Edhe shoje qatë dorë mës ma kalzo gishtin ti mu. Po ndalu bre, ndalu! Vetëm ta dishtet në gjohë. Hajde, hesht ma, hesht se shkoj andej nga kamar. A ju thash? Unë mendoj
se të keqen më të madhe e lam pas. Jo, zemër e keqja, veç vjen të urrit nëse nuk sqaron që shduhet punt. Gonxhe, jemi familje dhe kështu duhet sillemi. Do t'i mbyllim gjitha vrimet. Po, krejt e kemi mbulu, veç kësaj të fundit që e hapi Genti. Push, po jo vrimat mu, Po? po shlëqet, në rrëfime që do t'u tregojmë njerëzve, policisë, Aha. Metafor, o gjysh. në mënyrë që mos dalim kundërthanës me njëri tjetrin, që mos përgënjështrohemi me njëri tjetrin. Do në të thosht mos dalim në rren? Po, E po, ashtu thuje, pse po e sjell rrotull e rreth e rrotull me ato metaforat e tua? po, që të mos dalim rren, si thot Bushi, duhet që të gjithë t'jemi të një fjale. A kuptoni, ne të gjithë. Unë nuk kam qenë pjesë në asnjë ngjarje. Po ti e vetë ngjarja, more. Krejt ti shkaktove çdo pislëqe. Gonxhe, të lutem. Ja, ma, t'ja nisëm pra me revolen, si këtu më vra Genti. Nuk dë vraf, o bush, të shpëtova më duke. Mirë që e përmende revolen. Puna me revolen u kry, apo jo Flemur? Po, Kush të kallzoi ty për krismën? Flamuri mi tregoj të gjitha. Do me thënë, a jeni në një frekuencë për punën e revolës? Hajde, prap metafora. thash, u krya ajo punë. Qysh u kry? Flamuri pranoi se revolja është e tij. Ku e pranoj? Polici. Polici, bravo! Po ti qysh në fillim zemër nuk e kon fajtor. Qysh në fillim e kon i pastër. Çka tu desht intervenimi, pra? Intervenimi ishte për mu. Mbyllën tane apet e pshtove, ha? Jo atë Gentit. Gonxhe qetësohu. Nëse nuk keni zgjidhje, mos u boni nxitës të problemeve. Mos i hudh benzin zjarrit. Në, Pra me pistoletën u krya. E ta shohim punën e gaxhës. aja kontrolon gjakun? Jo. Nuk e di. Për ato pikat e gjakut në të pikë. Edhe? Aq shumë mira, o bush. Lere më në këtë biset. Nuk thuash shqyqit që na shpëtoi Zoti nuk na ngelin derë. Shqyqyr thuj 2 herë, se s'ma besu që kam mbet gjallë. Me qysh hiki qatë shpejt. A frigu prej bushit. Ka mendu se ka dorën e hekur. E, qëfar është be kjo puna e gjakut, puna e hekurit? Dregoni mundin se në asnjë informat nuk kam. Ha? Qka po lyp punat? Kërkoj diçka që është e imja.